Miqtë dashur, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në emisionin e Glamour Zone edhe këtë të premte. Më shoqëron një vajzë shumë e talentuar. Është nga ato që ne i themi këngëtare në kuptimin e plot të fjalës, sepse edhe live arrin të performojë çdo këngë të mundshme dhe në fakt ju e dini atë zakonin tim të mirë për disa, të keq për disa të tjerë, që në momentin që un kam këta artistët e mirë i vë edhe pak në sfidë për të kënduar live edhe në Glamour, për të patur mundësinë që ta vërtetojmë 100% atë teorinë që janë artistë të mirëfillt live. Edhe pse në këtë rast nuk do të jetë aq e nevojshme, sepse të gjithë ju e njihni që Krustita ja del mban dhe këndon gjithnjëthuajse çdo natë live. Po mirë se më erdha. Mirë se të gjeta. Shumë kënaqësi që të kam të ftuar. Mos më bëj kaq shumë qefin tani se e nisa shumë. Është fillim. Është fillim, okay. Si ka nisur 2025 për ty? Mirë, le të themi mirë. Jam fokusuar shumë te vetja edhe jam duke punuar për shumë projekte të reja, kështu që mendoj se ka nisë mirë. Janari ishte kështu shumë i gjatë, u du si një javash. 10 vjet. Po, e vërtet. Por që tani më shkurtin me marsin e kështu kalon më shpejt edhe sa më shumë pozitive ndihem për këtë gjë. Në fakt, me të gjithë njerëzit që un kam folur, jo vetëm në kamerë, po edhe në prapasken, 2024 ka qenë një vit me shumë turbulenca. Si ka qenë për ty? Ka qenë një vit me shumë sfida, me shumë turbulenca, shumë i vështirë, paktën për mua. Po besoj që 2025 do jetë shumë më mirë se aq. Më pozitiv. Ka nisur më mirë për ty se sa vjet? Patjetër, ka nisur shumë më mirë. Shpresojmë që të vazhdoj kështu. Vura re, unë edhe kur po shikoja për ty, nëse më kishte shpëtuar ndonjë detaj nga portalet, nga YouTube-i, vura re që ti nuk jep intervista. Tani, më ka ndodhur që kur unë kam pyetur disa artistë që pse nuk jep shpesh intervista, ka patur nga ata që kanë një post-traum, mund t'i ketë ndodhur diçka në ndonjë emision, ndonjë moment i sikletshëm. Është një super këngëtare që nuk po e them emrin dhe ajo është betuar ka 4 vjet që nuk jep intervista dhe është betuar që nuk jep të gjithë jetën. Për t'i ruajtur privatësinë nuk po e them, po e njohin të gjithë, është super e famshme, sepse ka mbetur me një post-traum. Tani, ty të ka vënë dikush në siklet në ndonjë intervistë që i rrallon, sa vjen e i rrallon? Shiko, unë nuk jam tip që vijem në siklet, pavarësisht se dukem shumë sikur wow, do na thuash tani, por jo, nuk jam tip që vijem në siklet. Në intervistat e mia ka ndodhur shumë shpesh që më kanë vënë në siklet. Kjo s'ka të bëjë me post-traumat e mia, kjo ka thjesht të bëjë me dëshirën time, domethënë unë e kam zgjedhur vetë mos dal në intervista momentalisht, sepse ashtu ndihem unë, nuk ka të bëjë me post-traumat. Është thjesht zgjedhje, nuk është se ke patur një shije të keqe nga diçka. Jo, madje më shijojnë intervistat goxha, kështu që kam vendosur që të dal më shpesh në intervista. Dhe dëgjoj, meqense Krustita tha që nuk vijem në siklet. Okej. Ne do të kalojmë në rubrikën që unë kam përgatitur për Krustitën, titullohet Të vërtetat e Krustitës. Ne do të ndjekim siglën dhe rikthehemi sërish në Glamour Zone, do të zbulim se çfarë ka ndodhur me to. Jemi gati të zbulojmë të vërtetat e tua më të errta. Ato që nuk i di askush. Dhe tashmë do bëjmë publike. Nuk i di askush dhe mendoj se do i zbulosh ti sot. Të tash anoncimin e kam. Okej, ti ke ekskluzivitetin pas kaq shumë kohësh që të më kesh në intervistë. Gjesti më i tepruar që ka bërë një djalë ose një fans për ty, po flasim në ato momente që ke qenë në skenë, mund të ketë qenë ky tipi pak i dehur. Tani duke qenë se unë performoj pothuajse çdo natë, më ndodh shpesh që njerëzit bëjnë gjeste që nuk më prekin mua fizikisht, domethënë, po sepse siguria e klubit është shumë e madhe, po një ndër gjestet që për shembull për mua ka qenë shqetësues, ka qenë siç duket nga qefi i madh, egzaltimi, nuk e di, dikush mua aty poshtë skenës hodhi ujë te skena dhe drejt nesh, domethënë që po këndonim.
ky ka qenë një ndër gjestet më të sikletë. Si reagova? Po si reagova, vazhdova të këndoja dhe pastaj security mori Nuk e ndërpreve Jo. këngën. Okej, kjo është maksimumi i qeftësisë. Sepse unë kam parë dhe artistë të huaj, kam parë Cardi B me mikrofon. reagon shumë keq për shembull, edhe ai është moment, është gjatë Mund të isha unë ajo, por jo. Jo këtë herë, djali jo këtë herë. Momenti më i vështirë gjatë një performance live, cili ka qenë? Momenti më i vështirë, besoj që tani përveç këtyre kompeticioneve që kanë vështirësinë e vet edhe mund të ndodhë që nuk dëgjon ose një problem me kufjet këtyon. Në live, po thuajse çdo natë, momenti i vështirë besoj për gjithë artistët është kur je smur edhe delesh. Dhe ke një problem shumë të madh sepse nuk mund të marrësh dot pushim. Dhe realisht unë kam qarë hallin përpara 2 javësh, të them sinqerisht më jeni kujtuar. Artistët e live-it se thash si ja bëjnë këta që dalin dhe këndojnë 1 orë, 2 orë dhe unë nuk flas dot, përpara 2 javë isha smur dhe nuk flisja dot dhe dalloja. Thash këta si ja bëjnë, kështu që edhe ne dallojmë, po thjesht e dallon me veten, po atje nuk është se ne të paktën nuk është se e dallojmë, ne si dëgjues. Po momenti më gazmor në sken. Nuk e di pse unë kam një zakon shumë të lezetshëm, domethënë të bie në rrugë, në skenë, të pengohem. Gjeta shpirtin binjak. Kjo është një ndër gjërat që më vë mua më së shumti në siklet. Nuk më mësova. Ndodh ndonjëherë që ose uji ka rënë në skenë edhe ose për shembull ato ndarjet e skenës, e di më pengojnë ndonjëherë, po nuk kam rënë deri tani që të bie dhe të thyej kokën, por mund të jem penguar deri diku. Je penguar në mënyrë të padallueshme. Të padallueshme, gjithmonë jam tani e kam perfeksionuar mënyrën e të. Po mirë, ti e ke kur ka një rast që bie uji në skenë, që nuk shikon lojtarët. Unë problem në kam që nuk kam syt në ballë. Nuk ka nevojë të ketë ujë, thjesht nuk e kam mendjen, se shikoj por nuk e kam mendjen. Same. Je në rregull, ti je në rregull, je nivel më i lartë në këtë pjesë. Propozimi më interesant që Kusita ka marrë nga një artist. Propozimi çfarë dosh? Okay. Nuk po hyj në detaje. Por duke qenë se nuk jemi në rubrikën pyetje hop, nuk je e detyruar të më tregosh emra. Okej. Propozim interesant, ka pas plot normal kolegë dhe bashkëpunëtor që mund të më kenë ftuar për të dalë, por jo, unë kam thënë jo, kështu si me lezet. E kemi të rubrika pyetja hota, e ke zemrën e zënë dhe pyetja ime do ishte tani po pse i ke thënë jo, nëse ke zemrën e zënë, por qëndroni në intervistën tonë, qëndroni në Glamour, ta zbulojmë më vonë. Ka patur ndonjë këngëtare që realisht ta ka përborç. Sepse femrat shquhen për xhelozi me njëra tjetrën, për intriga me njëra tjetrën. Në çdo punë, po në televizion dhe në muzikë është e theksuar. Kanë qef ato bryllat, siç i quajmë ne në prapasken. Më janë ankuar dhe shumë këngëtare, për shembull, më kanë thënë që i anullojnë datat njëra tjetrës. Po, ka fusin miq. Ka sa të marrun për shembull dikë dhe them, a është e lirë Krusita? Jo, thotë ajo, po aty nuk të ka pyetur fare. Po. Çfarë të ka ndodhur? Kjo nuk ndodh vetëm me femrat, kjo mund të ndodhë edhe me, domethënë edhe mashkullit të doj t'i prish punë një femre tjetër. Meshkujt i prishin punë femrave. Po, e meshkujve. Normalisht mes femrave xhelozia është më theksuar, mendoj unë, se sa mes meshkujve. Patjetër që po, kam pas raste që ma kanë bërë për borxh, po nuk është se. Për shembull, çfarë të bëri të prishin ndonjë datë? Jo, nuk ka të bëjë me prishjen e datave, se unë akoma nuk kam qenë atë pikë që kisha data edhe mund t'i prishja punë dikujt, por në një mënyrë ose në një tjetër, unë e kuptoj kur një femër xhelozon
për ty, për parë potencialin që ke ti edhe suksesin që mund të arrish ti. Kështu që e kam parë këtë gjë, dukshme e bëri shumë të dukshme, më ka bërë shumë herë të ndihem keq. Jo vetëm një person, shumë persona nga showbizi. Po për mua është okay, unë e kaloj shumë. E kalova. Cila pjesë e karakterit tënd është më e keq kuptuara për ty? Dhe me thënë njerëzit e keq kuptojnë këtë pjesë të karakterit tënd shumë. Tani unë kam le të themi dy anë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Jam shumë e chillter, shumë e dashur, me njerëzit që më japin energji të mirë dhe jam shumë, nuk do thoja e egër, po nuk e di, jam shumë e prerë dhe serioze me njerëz që unë nuk e ndjej energjinë e mirë me ta edhe thjesht nuk dua të kem të bëj. Kjo është një anë që keq kuptohet shumë, sepse unë I dukem njerëzve sikur jam shumë mendje madhe, sikur jam shumë unë edhe s'ka tjetër. Pas kemi të njëjtin problem. Nuk është fare ashtu, thjesht energjia nuk më pëlqen edhe kaq. Kjo është ana që keq kuptohet. Për çfarë I lutur Zotit për herë të fundit? Po, nuk e them tani. Nuk thash çfarë kërkove, thash për çfarë luta. Për çfarë luta. Tani unë jam shumë besimtare edhe shkoj shumë shpesh në kish, kështu që lutem për gjërat për cilat lutem më së shumti janë shëndeti, familja të jetë mirë, edhe sigurisht për karrierën time, ëndrat e mia. Ti ke publikuar disa këngë. Unë në fakt jam dashuruar marrëzisht me këngën Akull. Edhe pse nuk është nga ato, unë mundohem të dëgjoj këngë happy që më sjellin vibe të kërcej. Same. Por ka njerëz që sjellin ndryshim në jetën tonë. Në timën e solleti, kur publikove këngën Akull, më ka pëlqyer shumë dhe më pëlqen dhe dëgjoj. U bë dhe remix. Po, është bërë remix dhe unë kam dëgjuar në shumë klabe atë këngë për vite me radhë dhe të përgëzoj. Faleminderit. Përballë për suksesin tënd. Por nga të gjitha këngët që ti ke publikuar, cila nga ato këngë ka qenë më pak e vlerësuara? Pra, në mendimin tënd meritonte më shumë shikime, ishte më të ecte më tepër, ti e parashikove ndryshe për doli ndryshe. Tani në përgjithësi këngët e mia kanë dalë jashtë parashikimeve të mia. Për shembull Akulli ka qenë ishte një këngë shumë që unë e doja shumë, por nuk e prisja që të shkonte për shembull 16 milion. Nga ana tjetër, Kam Bietu është një ndër këngët e mia të preferuara, është kështu, kokë me Akullin, po është e preferuar sepse më duket shumë më e ndjerë, domethënë nga ana ime dhe shumë më afër vetes. Për atë kam pas pritshmëri më shumë. Po që sa milion shikime kam mbetur? Nuk jam e bindur, diku te 2-3 milion shikime kam mbetur, po Okej, domethënë milionën e ka kapur, megjithatë ne prisnim pak më shumë. Megjithatë mbas kësaj interviste I shtyu kurreshte shumë njerëz dhe që ta dëgjojnë këtë këngë. Ti e di që nëse jam duke buzëqeshur nuk është shenjë e mirë. Atëherë, unë kam një sfidë për ty. Që nëse ti preferon që ti shkojmë deri në fund shpëton, nëse jo, ha specin Djegës që është me nam në këtë emision. Dhe thonë më mirë syri se sa nami, po ti shikoje vetë. Krusita, gjithë kjo gocë, yll, faleminderit. Të ngacmes shumë çuna, edhe kjo nuk kam nevojë për konfirmim. Sfida është na trego listën e mesazheve të Instagramit. Cili është mashkulli më I famshëm në mesazhet e Instagramit të Krustitës ose ha specin Djegës. Në vendin tënd unë do zgjidhja të parë. Kurse unë do zgjedh të dytën. Okej. I'm sorry, duhet ha specin tani. Jo, shiko, është vetëm cili nga çunat e famshëm, jo çuna që ne nuk I njohim. Po, pra po. Vetëm ato me tikun blu. Po jo, ato pikërisht ato nuk du.
Okej. Bëjmë gati për një sfidë tjetër. Do të ndjekim quizin që unë kam përgatitur për Krusitën, titullohet Këndojmë live. Rikthehemi me njëherë pas siglës. Ashtu siç edhe unë lajmërova publikun, do të kemi mundësi që më në fund të dëgjojmë live për herë të parë në emisionin Glamour Zone. Është shumë kënaqësi për mua. Krusita, e fillova pak në mënyrë egoiste, le të themi, me këngën time të preferuar. Do të na e këndoje dot këngën Akull live? Patjetër. Çfarë do të këndoj refrenin? Po. Mere jetën time ta kam fal, mere edhe frymën ta kam fal, po t'i jap mos pyet, po t'i jap. Meri sytë e mi unë ti kam fal, meri pa shpirt e gjitha ti fal, po t'i jap mos pyet, po t'i jap, se të duhen kur unë nuk jam. Një këngë që të kujton vetmin. Një këngë që më kujton vetmin. Vetmi, qa më bone mu, sot fol alkoholin, fund kësaj gote që s'din me mbaru. O, vetmi, tradhton dhe kjo raki, se kur t'kalon pia ti hala, mrena me jeri. Këngën që dëgjove më shpesh kur t'u thye zemra. T'u bë zemra cop dhe ke dëgjuar vetëm këtë këngë. Se jam bo do dit që nuk ta këm një zonin, e s'ti këm pasyt, edhe zemra m'ka pyt. Ku je, se vetmi jam ka myt. Kjo lidhet me vetmin. Po. Po kur më thye zemra isha e vetme, kështu që. Këngën që të kujton dashurin, cila është ajo? Kjo është kënga ime, që është e preferuara ime, jo jotja. Edhe është Kam bie tu. Nuk të marinat, dhe nëse më shan, stile po shumë krat, qdo që lis nga ty me rajër, ti e si unë, ke frikë si unë, do njësoj si unë, si ti jam dhe unë. Cila është kënga që të rënqeth, sa herë që dëgjon, ka një kujtim ajo këngë? Tani unë rënqethem gjithmonë nga këngët e yllit, kështu që një ndër topo zgjedh është Najher. Najher, nëse mujun me t'haru, Najher, nëse mujun zemrën prap me qel, e me dal dili me mdriqu, Najher. Një këngë të Noizit. Nuk ku mi gjeni këto pyetje. Ester, jam ankuar kohë, thot me vete Krusita, nuk pas kemi arritur akoma te pjesa e keqe. Një këngë të Noizit. Ose zgjidhe vetë, ose të them unë të preferuarën time. Mirë, hajtë më thuaj. Është bashkëpunim me Yllin Hapa. Okej. Tash ndjenja ti përzi me hapa, hapa tu ala ini, tash një jam kthehet kur vjen nata, për ty ala popi. Kjo është ajo nga ato këngët e mia që ka një gjë që të rënqet, nuk e di pse. Më pëlqen shumë, po edhe ti faleminderit që ma plotësove dëshirën. Një këngë veriore. Këto i këndoj, i këndoj natë për natë. Se ka Fatmira repertor sa të duash. Këto i këndoj natë për natë. Perfekt. Po tani, këngë veriore që njifet më së shumti dhe që normal do i vinte në mendje çdo. Xinxilusha? Përveç Xinxilushës, E dyta? kemi Nai Valle Tropoja, Nai Ani Morinus. Okej, këtë duash ti.
Do të këndoj Zinxilushen. Këtë duash, ne më shumë e kënaqur, ma këndova atë që doja. Okej, hajtë po këndoj Ani Morinuse. Ani Morinuse, Ani qafkastare, Ani Morinuse, Ani qafkastare, Ani adon ruze, Ani adon pare. Qa do doje ti, ruza për pare? Jam brëcjap. Kesh, okej. Dhe fundit një këngë labe. Nuk i di këto, tani Maksimumi unë për isto të ndihmoj. mos më na i këngë veriore ta këndoj, pra thash, po këngë Labe nuk jam. Të mendosh, Okej. të më thënë, babi im do më vrasi. E kemi jugor, babin. Gjyshja ime, do më thënë, nga babi është jugore dhe është labe, dhe nëse nuk di një këngë labe, është shumë turp, miq. Po e te kalojmë këtë pjesë për të kaluar në rubrikën Pyetje Hot. Do të ndjekim siglën, rikthehemi në Glamour. Rubrika Pyetje Hot, ti tashmë e di si funksionon, nëse përgjigjesh shpëton, nëse nuk përgjigjesh ha specin ndjekës, ha të dyti në rastin tënd, okay? Okej. Krustita, për momentin, andej, nga sektori i zemrës, si kemi punët? Shumë mirë, super fare. E di që do Shumë të mirë dish vetëm? më shumë. Apo shumë mirë jo vetëm? Jam shumë mirë vetëm, jo me gjithë, do me thënë, familje, shoqëri, E që të kompletuar. duash, do me thënë, jam shumë okej. Okej. A je dashuruar ndonjëherë në jetë? Po. Patjetër që po. Vetëm një herë? Tani, për aq sa e njohun dashurinë, mendoj që po, vetëm një herë. Okej. Ndoshta Krustita. më vonë mund të dalë dikush tjetër që të më rëmbej zemrën. Mire, patjetër që po. Goca reje. A je larguar ndonjëherë në mes të ndonjë takimi? Po. Pse? Është kjo pra çështja e energjisë që po thoja në fillim. Ndoshta kur kam folur me dikë në mesazhe ka pas tjetër energji edhe kur kam dalë ka pas tjetër energji. Unë prirem që të mërzitem shumë nga njerëzit që janë boring edhe që nuk i përshtaten hiperaktivitetit tim, kështu që nëse ka pas shoqja, nëse ka pas një moment që mund t'jem larguar, ka qenë sepse më është bërë boring takimi, kështu që Po si ka ndodhur ky largimi, ka qenë nga ato tipikët me klas apo largimi ka qenë nuk është se jam tip që e fshe ose nëse s'më pëlqen ma tregon fytyra, Po. nuk është se ke nuk atë e- diplomacin? Po. Edhe nuk dua që t'jem jo po ika, jo shumë, po iki sepse mami, mami më ka marrë në telefon, faleminderit mami që më ke ndihmuar. Edhe më fal, por po çohem sepse më doli diçka urgjente, që mirë Apo pa. nuk e thua, pra shiko se mua nuk më tërheq fare energjia jote, nuk e thua. Shiko, mund të ndodhë që e them, por një rast që mbaj mend për shembull që unë jam larguar nga takimi, ose nëse se them, e shpreh me gjeste, me mimika, Ja bën të dukshme. Me mos interesim, domethënë. A ke dërguar ndonjëherë ndonjë mesazh në gjendje të dehur? Po, Zakonisht kur i bëjmë këto, ditën tjetër pendohemi pak. ndonjëherë, gjithmonë. Kur ka qenë rasti? Cili ka qenë personi? Ua, Dhe Perla, çfarë i the? Tani, mos pyet kaq shumë, pyet a e ke dërguar ndonjëherë? Dhe unë thash po, jo Na tregon një rast gazmor. Shiko, që dërgosh mesazhe, të paktën për mua, që dërgosh mesazhe kur je i dehur ose e dehur, duhet kem shumë afrimitet me personin, ose Po. duhet jetë një gjë që për shembull mund të jetë një lidhje dhe thjesht jemi zënë për diçka dhe unë
merr zemër atje, nuk ka më ego aty në atë moment. Se nëse diçka ka mbaruar, jo, nuk dërgoj mesazhe, ashtu më vjen keq. Tani, qa mund t'i kem thënë? Më ka marrë malli nga këto gjëra. Okej, do të thënë ju keni qenë të lidhur, po kjo ishte do të thënë nuk i ke dërguar një mesazh eksit, dhe ditën tjetër je zgjuar e penduar. Po jo, nuk ka qenë kështu, në përgjithësi nuk para pendohem për gjërat që bëj. Se mendohem 100 herë para se t'i bëj. Zemër e dehur nuk e kot mendosh. Por do të thënë këtë ka alkooli që kalon në veprim. Okej, po, e vërtet. Po gjithsesi, mund të ketë qenë një situatë e lënë përgjys, domethënë që mund të kemi dashur ta provojmë prapë dhe atëherë unë jam bërë një njeri i mirë kur jam dehur dhe i kam dërguar mesazh. Dhe përgjigja ti? Po. Ishte i gatshëm. Patjetër që po. Okej, lajmi i mirë. A ke gjetur ndonjë arsye idiote për t'i shkruar eksit? Atëherë, nuk paragjej arsye idiote, kështu që t'i shkruaj eksit. Në përgjithësi gjejnë arsye idiote që të më shkruajnë mua. Po nuk do ta tregoj historinë se si qysh tek, sepse mbase e shikon këtë intervistën edhe dije që po flasim për të. Dhe dija i se kush është. Okej. Cili është veprimi më toksik që ti ke bërë ndonjëherë, qoftë edhe për hakmarrje? Nuk e di, për këtë pjesën e fundit të këtij pyetësori jam referuar më tepër historive të mia. Më janë kujtuar të mia dhe i vura në formë pyetje për ty. Faleminderit që do të më vësh në këto situata. Gjë më toksike që mund të kem bërë. Që ke bërë, po. Tani nuk... Qoftë edhe hakmarrje. Jo dashakisi. Si gjest është gjest toksik, po jo se ke bërë diçka të ligë, po themi. Pra nuk jam tip që bëj kështu gjëra të diçka toksike. Të liga, po toksike. Nuk jam as tip që bëj për shembull gjëra për inat që të bëj xheloz. Po çfarë bën ti me motor? Po unë i lë karmën, pra karma i merret me to. Merret me to, unë vazhdoj, punoj, shijoj gjërat e mia, ndoshta ndaj sukses timin. Edhe Çmenduria më e madhe që ke bërë në xhelozi si për je dash, je femër impulsive, mos më thuaj mua që nuk ka. Se këtë nuk e besoj. Zëri si besova të gjitha çfarë më the deri tani, këtë nuk e besoj që nuk ka. Jo, ka sa të duash ti, po një ndër goca, mos bëni si unë. Një ndër gjërat që unë jam shumë natyrë xheloze, dhe pse kohët e fundit mundohem që ta e kamuflon. Po, ta kamufloj pak të bën pak më jo po s'më intereson, jo po kështu, jo po ashtu, jo bëj si të duash ti, s'ka problem. Një ndër gjërat më toksike, nuk e di nëse mund të quhet toksike ose të çmendura. Ne thuaj se kategorizojmë neve. Okej, që mund të kem bërë, është unë kam pas një marrëdhënie që ishte në distancë shpesh herë, edhe më duhet që të rria goxha gjatë pa partnerin tim. Tani këtu kisha probleme me besimin normalisht. Kështu që duke që se jam natyrë të çmendur dhe dash dhe impulsive, vendosa që ti shkoja atje sepse pa pritur, pa ditur gjë. Pa pritur, pa kujtuar, ju shfaqa unë. Gjeta një shoqe të ra. Edhe sepse nuk kisha besim te ajo çfarë po më thoshte, kështu që më duhet të shkoja tash jam në sytë e mi. Po si përfundim nuk është se gjeta në gjë të hajrit, kështu që më shkoi kot rruga deri atje. Megjithatë, u qetësove vetë. U qetësova patjetër. Po e si reagoj kur të pa? E po tani, nuk mund të ai është momenti. Që unë dua ta përfituroj. Ishte kështu, wow, zemër mirë se erdhe, apo ajo në Terezi? Jo, ajo në Terezi. Çmenduria më e madhe që ka bërë një djalë nga xhelozia për ty. Tani është ai xheloz.
Nuk e di a janë xhelozit mira këto, unë mendoj se më shumë ka qenë toksicitet Që nga fjala çmenduri nuk është gjë e mirë. Nuk, kështu që s'është se unë i fus shumë në memorje këto gjëra, po duke qenë se kjo marrëdhënia ime toksike larg, U ambientuam tani me këtë, vazhdojmë. ka qenë kështu, absolutisht, ka pas momente që dhe ai mund të ketë ardhur unë papritur, kështu që kemi bërë njëjtën gjë. Okej. Ai e bëri pari këtë apo mësoi nga toksiciteti jo dhe erdhi i dyti? Mësoj ai nga Mësoj nga profesoresha. Profesoresha, e bëri pastaj, u kujtuar që mund vinte dhe ai papritur. Okej. Jemi nga këto goca që marrim telefonin fshehur asdi shohim çfarë ka ndodhur nga ai sektor. Nuk e dia ka ndonjë gocë që nuk e merr telefonin fshehur asdi. Kam njohur njërin dhe kam shoqja. Nuk është toksike, po dhe dashuri vetë shumë djalë i mirë. Pse s'më gjeti mua një herë kjo dashuri në jetë? Nuk e di domethënë. Nejse, Se ti atë tërheq dhe. jo, nuk tërheq atë, e ke gabim. Atëherë, po unë jam, ke bërë. Of course që e kam bërë, edhe do vazhdoj ta bëj gjithë. Jo, po mos e thuaj atë ti. Thuaj kam ndryshuar. Atë mos e thuaj. Okej, kam ndryshuar. Gjeti gjë që të lëndoj. Gjeta gjë që më lëndoj. Po. Vërtet? Mos më thuaj që ishte tradhti. Nuk dua ta besoj deri këtu. Tani, mos të bëjmë kot sikur jo, po mua s'ma tradhtuar ndonjëherë nga këto kështu prallat me mbret se Është diçka që ndodh. Të gjithë jemi tradhtuar ndonjëherë në jetë. Po gjeta gjëra që nuk më pëlqyen edhe që I e vajzë tolerante, do me thënë i kalon me sportivitet, i jep mundësi të dyta, apo këtu mbaron gjithçka? Si mund të jesh tolerante për shembull ndaj kësaj gjëje. Okej, e di që do thuash, jo kur nuk i di derisa e provon vet, por nuk mund të them që kam qenë e prerë 100%, normalisht që kam mbajt qëndrimin tim, thjesht kam lënë personin që ta vërtetoj që okej, u pendua edhe Po pra, dakor, po ti jep shanse të dyta. Po, shiko, Është gjë e mirë, nuk do të thotë që gjë e keqe. kam dhënë Nuk po mundësi them të gjë e dytë. keqe. E ke dhënë? Po. Unë kam qef këto njerëz. Realisht, toleranca është gjë e mirë. Unë bllokoj. Okej, ashtu duhet jetë, duhet bllokosh. Nuk është gjë e mirë, po dhe jo për tradhti. Vënes mesazhe. Nuk kemi e grada avancuar. Okej. Nuk arrim deri atje. Cili është personi i fundit që të theu zemrën? Nuk ka nevojë të jetë vetëm mashkull, ëh? Bota është e madhe, kemi shoqëri. Personi i fundit, shiko, kohët e fundit jam munduar shumë që të mos më ndikojnë këto gjërat negative, qoftë shok, shoqe, marrëdhënie, çdo që ndodh, koleg, bashkëpunëtor, kushdo që është në jetën time, po pavarësisht se mundohem të jem gjithmonë e fortë, është gjithmonë dikush që më lëndon edhe mund të më thyej zemrën. Rasti i fundit është dikush që e konsideroj vërtet e rëndësishëm në jetën time, nuk dua ta them as çfarë është as shok, as shoqe, as marrëdhënie. Edhe ka ndodhur para 2 muajsh, besoj. Okej. Megjithatë, nuk dua ta mbyllim me histori të tilla, dua ta mbyllim me gjëra shumë të bukura, sidomos prind fëmijë. Gjëja më e bukur që të ka thënë nëna jote ty, cila është? Që ti e përlotur kur mami ta ka thënë atë gjë. Tani, unë kam një marrëdhënie shumë të ngushtë dhe me mamin dhe me babin. Nuk e di pse për një arsye që se di as vet, unë jam shumë më e lidhur për gjëra shpirtërore, jam shumë e lidhur me babin, çuditërisht. Jo se me mami nuk jam, por me atë për shumë mund të flas për pse jam mërzitur sot, pse po qaj, pse diçka s'po më ecën, edhe një ndër
mbështetësit e mi më të mëdhenj është babi. Për çfarë do lloj gjëje. Edhe nëse dikush më ka thyer zemrën, literalisht mund të flas me babin për këtë gjë. Edhe babi im thot shumë gjëra të bukura, është shumë diplomat në atë që do të thotë, që të më tregoj mua vlerat e mia, kështu që ndërto mund të veçoja para disa ditësh, se kështu i kam diskutime të shpeshta, ndërto mund të veçoja atë që ma thot goxha shpesh, shikoje veten tënde në pasqyrë, ti je më e mira, ti doja dalësh dhe unë kam shumë besim te ty. Babi të dua shumë, edhe mami. Edhe është mesazh shumë i bukur, edhe që ke thënë dhe për vajzat, po dhe ajo që të thot babai jo ty. Ne kemi pjesë të rubrikës pyetje hot. Që ashtu siç unë, jo, kjo është shumë e mirë. Të ftuarit e mi e marrin si janë pozitive. Ashtu siç unë të vura në siklet me kaq shumë pyetje dhe ti mund të maktesh me vetëm një pyetje nëse do, për të më vënë në siklet ose të më bësh të përgjigjem ose të ha specin, ose po të duash e lë fare. Urdhëro dhe kësë të gjithë të ftuarit i ndrisin sytë. Tani ti mundësia në dorë. Tani unë shpresoj që të mos jem shumë bazike me pyetjen që do bëj, sepse duke të njohur pak ty, dhe se sa private do thjesht ti. Kjo, a je lidhur as je lidhur me jam bërë pyetjen gjithë? Ta kanë bërë. A do hiqe dorë ti nga ëndrat e tua, nga karriera jote, nëse partneri jot nuk do ishte mbështetës ndaj kësaj gjëje, por ti do ta doje shumë atë dhe do thoje, okay, unë e dua këtë person dhe nuk dua të jem më pjesë e televizionit dhe nuk dua ta bëj më këtë gjë që po bëj. Ta them sinqerisht, jo që të ngjaj klishe, unë për njerëzit që dua bëj çdo gjë në botë, realisht, po nuk do arrija ta doja një njerëz që nuk më mbështet. Nuk e konceptoj dot, domethënë se si mund të jetë. Okay. Nëse do ishte që unë të bëja një pauzë, se vjen momenti që krijon familje etj, nuk do kisha problem, se atë që doja e kam arritur, nuk është se më ngelte ndonjë gjë peng dhe mu pengua jeta apo ëndrat. Po që të më thoshte o mua o karrierë, fakti që njëri të vën mes një zgjedhje që o do jesh pak e lumtur në këtë gjë, o do jesh pak e lumtur me mua, nuk është për mua, po nuk besoj se do arrija ta doja një njeri të tillë. Nuk do shkonte deri te dashuria ajo lloj gjëje. Kjo ishte ajo, pyetja të mësh me siklet që mësë të nga. Po ti nuk vjesh siklet, kështu që... Jo, e ka 6 vjetë që bëj glamurin. Nuk kam më siklet këtu. Çfarë mund të presim nga ty profesionalisht, ndonjë këngë të re, ndonjë kompeticion muzikor? Po, kam shumë, domethënë në gjithë të periudhë kam punuar shumë në studio, edhe kam shumë projekte të reja. Okay. Një ndërto është le mos të themi kështu datë, se pastaj del jashtë parashikimeve. Por është shumë shpejt, domethënë po vjen ndoshta brenda muajit, jo ndoshta po sigurt brenda muajit është do të kemi një këngë të re. Do të lançohet. Me klip. Po. Okej, të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit që ishe në Glamour. Ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu. Të nderuar miq, kemi qenë në rubrikën e sotme me Krusitën, një nga intervistat që ne kam shijuar më së shumti. Faleminderit dhe Auto Selvia për këtë limuzinë kaq të bukur. Do të shihemi bashkë të premten e ardhshme në 22:30. Ju puth fort, mirupafshim.